Kur jemi të kjo, shprehit e Ramazani së fër, për shembull, e kemi ato 3 ditë e para që na dham kryt shumë. Palla mu sëmë Kemi kodhimbje, po ty s'dëm se sanë. Pse? Për shembull, që shprehit e së fyrit, zakonshme që po më i kemi traditat tona, çaj rusi, bukë të bardh, diçka që ka met për iftarit. Ose për shembull, bukë me këshyrim sa më shumë bukë. Bukë e bardh, bukë me ngjyme, naj mazme, naj diçka, kështu që e kemi atë përshtypjen që kena me kanë të ngopur, a mungi. Faktikisht është të vërtetë se që atëherë të mushet lukthi ngi, është e plas për ngi. Po kur qosh të gjumet? Por realisht janë karbohidrate thjeshta, buka e bardhë, ajka që blejmë market nuk është ndyre mirë, për shembull, zakonisht e bujmë me sugjok, me vishlle, me këto me ndyna jo të mira. Edhe thjesht trupi nuk i merr, vetëm ngopet, nuk i merr vlerat ushqyese dhe në këtë rast kjo ndikon që ti me pas qatë lodhjen, plagështinë se energjia të rritet shumë së fër, ti s'mundesh as me flajt mirë, edhe tani normal që kjo energji bjen shumë shpejt për shkak karbohidrateve të thjeshta që i marrim me ndynave jo të mira, edhe gjatë ditës dehidrohesh për shkak që pin edhe kafe edhe çaj, edhe kjo është arsyeja pse kemi atë kokdhimbjen, lodhjen, plagështinë, 2-3 ditë e para shumica prej tyre dhe dorëzohen, nuk e vazhdojnë me agjeru ata që nuk janë të rregull faktikisht.